Konflikti i interesit në kuptimin e përgjithshëm të tij paraqet situatat kur zyrtari publik ka interes privat në çështjen publike në të cilën duhet të vendosë. Konflikti i interesit në sektorin publik është një rëndësie të veçantë, pasi nëse ky konflikt nuk identifikohet dhe nuk menaxhohet, atëherë minon integritetin e zyrtarëve publik dhe madje cenon integritetin e vetë institucioneve publike. Integriteti në sektorin publik i referohet përdorimit adekuat të kompetencave publike, derisa kundërta e kësaj është korrupsioni apo abuzimi. Me qëllim të parandalimit të konfliktit të interesit, Kosova ka miratuar ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Dispozitat e këtij ligji përcaktojnë parimet, rregullat dhe procedurat lidhur me sjelljet e lejuara dhe të ndaluara të zyrtarëve gjatë kryerjes së detyrës publike, si dhe mosat e parapara për shkeljen e dispozitave të përcaktuara me këtë ligj. Ky ligj rregullon gjithashtu procedurat për detyrimet e raportimit, mosat për parandalimin, identifikimin, menaxhimin dhe zgjidhjen e rasteve të konfliktit të interesit publik dhe privat të zyrtarit gjatë ushtrimit të detyrës publike, si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e autoriteteve përgjegjëse. Sipas ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, konflikti i interesit lind nga një rrethonë në cilën zyrtari ka interes privat, që ndikon, i cili interes privat ndikon, mund të ndikoj ose duket se ndikon në kryerjen me panshmëri dhe objektivitet të detyrës së tij zyrtare. Sipas këtij formulimi ligjor, na del se i kemi 3 lloje të konfliktit të interesit. Bëhet fjalë për konfliktin real të interesit, konflikti potencial i interesit dhe konflikti në dukje i interesit. Konflikti real i interesit lind kur interesi privat ndikon ose mund të ndikojë realisht në kryerjen e detyrave zyrtare në shërbim të interesit publik. Pra, këtu kemi një situatë kur interesi privat i zyrtarit publik ndeshet drejt për së drejti me çështjen publike në të cilën zyrtari publik ka për kompetencë të vendosë. Shembull për këtë mund të marrim një procedurë të prokurimit. Nëse në një procedurë të prokurimit publik aplikon edhe kompania e vllajt të zyrtarit publik, atëherë në rastin konkret kemi të bëjmë me konflikt real të interesit. Ndërsa, konflikti potencial i interesit paraqet situatën kur konflikti i interesit nuk është aktual. Pra, nuk ka një procedurë apo një çështje specifike nga e cila zyrtari publik ka një interes privat. Ky lloj i konfliktit të interesit lind në situatat kur ka potencial që në të ardhmen të paraqitet konflikti i interesit tek zyrtari publik. Pra, ka një potencial të lartë që të paraqitet konflikti i interesit publik në të ardhmen. Shembull për këtë mund të merret situata ku një zyrtar që është pronar i një kompanie ndërtuese udhëheq me drejtorinë komunale të urbanizmit. Në këtë situatë, përkundër që nuk kemi të bëjmë një procedurë specifike, mbajtja e pozitës së drejtorit të urbanizmit që vendos ndër të tjera edhe për lejet ndërtimore nga një pronar i një kompanie ndërtimore, paraqet konflikt potencial të interesit. Ndërsa, nëse shfaqet një situatë specifike, për shembull për një leje ndërtimore që aplikon kompania e drejtorit në fjalë, atëherë konflikti potencial i interesit shndrohet në konflikt real të interesit. Lloji i tretë i konfliktit të interesit është konflikti i interesit në dukje. Konflikti në dukje i interesit ndodh kur interesi privat i zyrtarit nuk ndikon ose nuk arrin të ndikojë në mënyrë të parregullt në kryerjen e detyrave zyrtare. Megjithatë, një person i jashtëm mund të ketë përshtypjen se ai ndikon.
sipas udhëzuesit të Këshillit të Evropës për administrimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, dukja e konfliktit të interesit duhet të mbështetet në fakte specifike që paraqesin arsye të bazuara se përse mund të ndodhë konflikti interesit. Nuk ka konflikt interesit në dukje kur arsyet janë të paqarta dhe dyshimet janë të rrënjosura në mosbesimin e përgjithshëm të institucioneve publike. Si shembull të konfliktit në dukje të interesit, mund të marrim situatën kur një zyrtar publik ka punuar për një kohë të gjatë në një kompani private dhe më pastaj ka filluar punën si zyrtar publik. Një vit më vonë, kompania ku ka punuar zyrtari aplikon për një tender publik, për të cilin aplikim duhet të vendosë zyrtari publik që ka punuar në të njëjtën kompani. Në këtë situatë, përkundër se zyrtari publik më nuk është pjesë e kompanisë në fjalë, mund të krijohet perceptimi se kjo situatë ndikon në ushtrimin e kompetencave të tij. Kjo situatë është ajo që njihet si konflikti real i interesit. Një vit më vonë, kompania ku ka punuar zyrtari në fjalë aplikon në një tender publik për të cilin aplikim duhet të vendosë zyrtari publik që ka punuar në të njëjtën kompani. Në këtë situatë, përkundër se zyrtari publik më nuk është pjesë e kompanisë në fjalë, mund të krijohet perceptimi se kjo situatë ndikon në ushtrimin e kompetencave të tij, dhe që kjo situatë është ajo që paraqet konflikt në dukje të interesit. Në anën tjetër, me qëllim të parandalimit të konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik ka përcaktuar edhe ndalesat specifike për zyrtarët publik. Në nenin 9 të këtij ligji janë përshkruar gjithsej 13 veprime të ndaluara të cilat vlejnë për secilin zyrtar publik. Tutje, ligji në fjalë ka përcaktuar se zyrtari i lartë nuk mund të ushtrojë veprimtari profesionale të avokatisë, noterisë, përmbaruesit privat, administratorit të falimentimit, ekspertit të licencuar, konsulentit, ose agentit të personave juridik, si dhe nuk mund të jetë i punësuar me kohë të plot në një detyrë tjetër. Po ashtu, po ky ligj ka përcaktuar se zyrtari i lartë nuk mund të jetë antar i më shumë se një organi drejtues të ndërmarrjes në pronësi publike, shoqërisë aksionare me prunë publike, si dhe organeve të institucioneve të tjera publike, përveç nëse parashihet ndryshe shprehmisht me ligj. Zyrtari i lartë, në cilësinë e antarit të organeve të përmendura në këtë paragraf, nuk ka të drejtë shpërblimi me pagesë, përveç të drejtës në kompenzimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe shpenzimeve të tjera të lidhura me të. Një ndalesë tjetër e rëndësishme, sipas ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, është edhe ushtrimi aktiv i të drejtave të një ndërmarrje. Sipas këtij ligji, zyrtari i lartë nuk mund të ushtrojë në mënyrë aktive të drejtën e administrimit dhe drejtimit të një ndërmarrje, pavarësisht nga fusha e veprimtarisë së saj. Sipas ligjit, zyrtari i lartë, pronari i aksioneve, apo gjithsesht i një pjesë të kapitalit në një ndërmarrje, gjatë ushtrimit të funksionit publik, duhet të transferojë të drejtat e administrimit ose të menaxhimit apo drejtimit të ndërmarrjes tek ndonjë person i besuar. Derisa, sipas ligjit, person i besuar nuk mund të konsiderohet bashkëshorti, fëmijët, një zyrtar apo person tjetër në lidhje varësie, qoftë edhe të tërthort, për shkak të funksionit publik me zyrtarin në fjalë, dhe një ndërmarrje ose organizatë jo fitimprurse ku zyrtari zotron pjesë në kapital ose aksione apo ka pasur ose ka çfarë do lloj interesi. Ka edhe një sërm ndalesësh të tjera, të cilat janë të listuara në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik.
Duhet theksuar se përpos gjatë kohës së ushtrimit të funksioneve publike për zyrtarët e lartë, neni 18 i ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, ka përcaktuar kufizime edhe pasi zyrtari i lartë të ketë përfunduar ushtrimin e detyrës publike. Ndërsa, neni 23 i ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, ka përcaktuar edhe sankcionet për shkeljet të dispozitave të këtij ligji. Varësisht shkeljes, dënimet sipas këtij neni arrin deri në 15.000 euro. Ndalimi i ushtrimit të funksionit publik prej 6 muaj deri në 2 vite është po ashtu njëra prej sankcioneve që mund të shqiptohet sipas këtij ligji. Megjithatë, duhet theksuar se për te këtij ligji, në rastin e Kosovës, konflikti i interesit paraqitet edhe si vepër penale. Neni 417 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës ka përcaktuar se personi zyrtari i cili merr pjesë personalisht në ndonjë çështje zyrtare, për cilin e ka ditur apo është dashur ta di se ai apo ajo ose ndonjë antar i familjes së tij, ose të saj, ose ndonjë person juridik që ka të bëjë me të, ka interes financiar, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 vite. Ajo çfarë duhet theksuar është se jo çdo shkelje e dispozitave të ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik paraqet vepër penale. Shkeljet sipas këtij ligji konsiderohen si konflikt interesit në kuptim të gjendjes së papërshtatshme. Dhe për këtë aplikohen sanksionet sipas nenit 23 të ligjit në fjalë. Ndërkaq, vetëm kur nga një situatë e konfliktit të interesit paraqitet interesi financiar i zyrtarit publik, antarit familjes së tij apo ndonjë personi juridik të lidhur me të, atëherë konflikti i interesit na paraqitet si vepër penale.